që është trembur Edi Rama, po dhe shifrat e tregojnë, ka qenë 2021 për të së vërtetës. Diferenca është vetëm 30.000 vota, po dhe ato, domethënë, kur shikon Çyrbjen tani, shikon gjithë qarkun, 3 mandate në qarkun Elbasanin, Bajrat, Çelat e tjerë, Edi Rama as vet nuk duhet të ishte deputet në 2021. Dhe po ta vëshre tani, dhe në 2021 Edi Rama luajti kështu, vuri në njërin krah Lulzim Bashën me Monika Kryemadhin që drejtonin koalicionin. Dhe kthej vuri Sali Berishën dhe Ilir Metën dhe thoshte votoni këta që të merrni Sali Berishën. Pastaj dhe në zgjedhjet e 14 majit, nëse e vure re, çfarë bëri? I ra dhe akoma më shkurt. Nxori veten me ngjyra dhe këta të dy bardhëzi, se këta ishin bashkë tani, dolës atëherë ishin të maskuar në Monikën. Në 2021 Berisha ishte i maskuar, kishte hedhur në kurrën e Qingjit. Gjoja në papasken. Po si ishte Basha. E ka pranuar dhe vet, ka qenë dualitet. Aq sa mund të pranojë një njerëz sepse pastaj kalon. Dhe ky ju tregoi që nuk janë këta të dy, po do merrni këta dhe shqiptarët e kapën këtë mesazh. Në 14 maj doli hapur fare. Keni këta të dy se dolën dhe këta hapur. Kurse tani ka dhe më hapur akoma. Fitoria ishte tani ka më hapur, e ka njërin në burg, tjetrin me spak, se s'kishte spak. Në 2021 s'kishte nga këto. Por çështja është që këta janë dy palë që lozin me të keqen më të vogël. Domethënë këtu loja e gjithë tyre është, dhe po të shikosh dhe propaganda që bën dhe opozita, edhe ndaj ne gazetarëve që përpiqemi të mbajmë pavarësinë. Ti vetë del aty dhe për shembull është tema Edi Rama. Është tema Sali Berisha, ose tema e opozitës, po Sali Berisha. Disa i thua dy të vërteta, ata të lëshohen dhe të thonë, po ja, shikoj këtë se kemi, me që kishin tem 6 milionsh. Ti pyet për 6 milionsh, ore na trego njerëzit, patriotët. Të mburemi dhe ne, se mos na del në një kushuri. Ata listojnë aferat e socialistëve. Ai thot, po ç'janë 6 milion, thot. E kupton? Thon këta. Çfarë janë 6 milion? Para inceneratorit, 10 milionave, para kësaj, para asaj. Po ky s'është Kur i argument. thua Sali Berishës, Edi Ramës, ore inceneratori, kaq miliona, kaq etj. Thot, po ç'a janë këto? Thot, unë jam para Gërdecit, para vrasjeve të 21 janarit, para 97-s, para piramidave që çon Shqipërinë me gjithë 97-ën 100 vjet mbrapa. Domethënë këta kanë lojën se kush është më shumë dhe më pak ai dut, dhe na vën neve para dy alternativave. Dhe ne të rim të mendohemi tani të marrim dhe një copë kush ka vidhur më shumë, Sali Berisha apo Edi Rama. Pra ti thua këta mbajnë njëri tjetrin. Po sepse e kanë bërë, shiko, sot ke një lajm, kishte bërë një vëzhgim shumë të mirë kolegu Joni Binit Likmeta. Ai kupton ti, domethënë unë se kisha vënë re dhe as vet, sepse edhe nga që më janë përshtirosur. Me statistika 81% të televizioneve në kohë fushate që është kundra kodit, është kundra rekomandimeve të OSB-s etj, e kanë këta të dy. Propaganda edhe ishin edhe afër. Dhe këta e kanë bombarduar dhe gjithë opinionin dhe gjithë popullin që ne të zgjedhim o njërin o tjetrin, dhe ata janë në rregull, se edhe në opozitë është në rregull ai, nëse është shefi i opozitës. Tani, të flasim pak për sondazhet e fundit që janë bërë në nivel kombëtar se si do të projektohet 11 maj me votën jo vetëm për dy forcat e mëdha, por tani më ka në lojë edhe disa nisma të reja, që duhet thënë po marrin goxha hapësirë, të paktën referuar këtyre sondazheve. Si fillim, ai beson sondazheve? Nuk i besoj, të them të drejtën, sepse unë besoj vetëm gjëra të cilat ma japin transparencën e plot. E kupton, domethënë përderisa këto sondazhe. Nuk ka gabuar, janë afruar shumë rezultatit sa herë ka pasur zgjedhje. Dikur, po. 2021 është e vërtet. Por nuk është skena e 2021. Sepse janë futur këto partitë e tjera dhe nuk janë shqiptarët më të 2021. Dhe ti po ta vësh re, Edi Rama s'ka me çfarë gënjen dot. Edhe nxjerr një diçka fare abstrakte që është pasaporti. Nuk ka gjë më abstrakte se pasaporta është një gjë reale dhe shumë e vlefshme, por një pasaport që ti do ta marrësh në dorë në 2013 dhe unë duhet votoj në 11 maj, dhe që në fund fare ka në dorë 2030-ën. E 30-ën dhe në fund fare ka në dorë qeverit.
Edhe ne I kemi parë njërë Hollanda, njërë Franca, njërë kështu, sepse kanë vetëm një kusht, kanë korrupsionin dhe shtetin e së drejtës, dhe nëse kemi bërë 3 hapa përpara, unë I lexoj me vëmendje raportet të Bashkimit Evropian kur vjen puna për integrimin dhe aty pasi nxihet qeveria, aty domethënë thot po është bërë një hap përpara për SPAK-un, për GKK-n, për këtë pjesë të drejtësisë. Po që ka goditur korrupsionin, sepse nuk ka shtet pa të drejtë. Domethënë fuqia e SBA-s, e vendeve perëndimore, po veçanërisht e SBA-s diku është. Është gjykata, shiko çfarë po ndodh. Trumpi po ja rrezojnë gjyqtarët, gjithë budallëqet që bën nga egocentrizmi I tij në momente të caktuara dhe ai e di dhe vetë se është amerikan. Ai thotë unë e bëj të kënaq premtimet që kanë bërë etj, por kur vjen puna nëse ke të tejkaluar të del një gjyqtar e thjesht atje dhe ta hedh poshtë. Kaq. Dhe kjo duhet të jetë këtu në Shqipëri. Nëse të fyej unë ty mos më biesh me gur apo me thik. Po të çojnë në gjykatë dhe gjykata të jap të drejtë. Ti thua tani që më 11 maj do të zënë goxha hapësirë partitë e reja, apo? Patjetër. Dhe këtë nuk kapin dot sondazhet. Nuk po them. Jo, e kanë nxjerrë këto sondazhet. Jo, po nuk e kapin realisht për mendimin tim. Dhe po të vëshëresh shqetësimi është shumë I madh. Sali Berisha I sulmon. Edi Rama po ta vëshre e filloi me mbi 100, vajti mbi 80, vajti 78, vajti 71 tani. Vajti 74 tani thot 71. Dhe ai këta kanë sondazhet e brendshme dhe janë realisht. Sepse 2 rrugë dhe duhet të mos harrojmë këtë që 2021 e biles që nga 2017 dhe 2021 ne kemi hequr termin bojkotusi, votusi gri. Pse ka ndryshuar gjithë skema dhe njerëzit pavarësisht se nuk tregojnë sepse presioni I këtyre është jashtëzakonisht të ulesh me një berishist edhe me një ramis në tavolinë të nxjinë jetën dhe neve që s'kemi frikë dhe që të domethënë kanë një presion të jashtëzakonshëm dhe njerëzit nuk e deklarojnë as te sondazhi. Është një vot shumë e madhe që e kam konstatuar dhe ndoshta takoj me herë tjetër pas 12-s, por unë besoj shumë që ajo do shfaqet quhet votë e heshtur, njihet. Është e heshtur, nuk e deklaron. Dhe këtë votë e heshtur unë besoj se do ta marrin këto partitë do ketë shumë që unë I quaj alternative. Nuk do t'i quaj as të reja, as të vogla, as të vjetra. Alternativa të tjera. Sepse I bashkon një fill. I bashkon të janë kundra dyshes. Kundra paktit kapjes së sistemit që është kodi zgjedhor, vota, domethënë një pro SPAK-ut. Këto janë 2 gjërat më kryesore. Po mirë, nëse bëjmë ata të 2 janë kundra votës së lirë, kundra SPAK-ut. Tani nëse kemi të bëjmë një parashikim për 11 majin, si do t'i përafrohesh një projekcion me shifra konkrete, po sigurisht plus minus. Si do të shkojë kjo punë? Ktu pastaj futemi pak te koha e ardhme dëshirore, e pa kryer. Po, ashtu I bie praktikisht. Po duke ju afruar dhe analizës real politikës, po edhe dëshirore. Me që është podcast edhe më lejohet besoj. Po, vazhdo. Unë besoj, shpresoj, po fus dhe dëshiroren që Edi Rama nuk I kap 71. Pavarësisht se merr shumicën e ka të garantuar. Këtë shpresoj nuk e dua se kjo domethënë më ngataron pak, unë e dua një parashikim bazuar si më thon edhe në ato që ti nuk dëshiron. Po patjetër. Okej. Se mirë, sa më afër realitetit po themi, se pastaj me dëshirë bëhet ja zerojmë fare. Jo, të kërkova leje ti ndërthurnim, po e bëjmë fare të ftohtë. Bëje fare të ftohtë. Fare të ftohtë, Edi Rama, për mendimin tim me këtë situatë që është, edhe nga sondazhet, edhe të brendshme, të tjerë fiton në kufi thua. Në kufi. Do të fiton kufi dhe me. Siç e ka bërë vetë parashikimin po themi, pak a shumë. Të fundit. Një skenar tjetër është që dhe nuk e kap dot 71. Por opozita e Sali Berishës del shumë keq. Sepse është në vlagën e 14 majit. Këta kanë përtitur që kur është rikthyer Sali Berisha fitore, jemi mirë, jemi rritur etj, se kanë mundur grupin e Lulzim Bashkë. Sa shkon vetëm Partia Demokratike me Berishën thua? Nuk I kalon 50 deputet.
Nuk i kalon. Pjesa tjetër pastaj mbetet alternativat të tjera. Po, unë besoj që partitë alternative do marrin minimalisht 20, të gjitha bashkë. Ata kanë bërë një gabim kriminal për mendimin tim. Që nuk u bashkuan. Po, në një listë hapur secilin vet në qef të vet në parlament, në punë të vet. Por nuk e di arsye. Shumë prej tyre shpresojnë për një grup parlamentar, për shembull, i kanë pritshmëritë. Po, patjetër, se relativisht të larta. Duhen 7. Nuk ka të bëjë aq grupi. Rëndësi ka që këta të krijojnë në qoftë se jo, po Drejti Klapa i tha nëse nuk nxjerrim më 11 maj një grup parlamentar, kemi dështuar. Për shembull. Po mirë. Ja ta provojmë. Agron Shea i thotë do dalin forca e tretë. Po. Kështu që pritshmëritë janë të larta. Po. Nuk them duhet të ulemi çik. Apo janë të fryra thua. Po janë të fryra sepse like, view se. Po futet ajo shpresa që dohet të alternojë ti. Patjetër. Rëndësi ka që këta të gjithë bashkë të krijojnë atje dhe ta mbajnë fjalën para njerëzve, të krijojnë një grup i cili është pro një reforme zgjedhore, e kupton? Dhe të krijojnë një grup kingmaker, e ke parasysh që domethënë pa këta, ata mos bëjnë siç e bën për amnistin. E pa do ta gjejnë dot këta. Jo për këto gjëra, jo për të tjerat e diun që se gjejnë. Ta them që tani bilesi kanë thikat. Po prandaj po them, kështu që. Por nëse do gënjejnë njerëzit që i votojnë, sepse thelbin këta këtë kanë, që janë pro drejtësisë, po apo jo, ti ke ftuar një nga një. Dhe të hapet deputetin ta zgjedh populli. Lista, po. Jo ta zgjedh populli, çrëndsi ka. Të dalë se format e sistemit janë të ndryshme. Dhe mos i zgjedh kryetarin. Nëse këto dy gjëra kaq themelore, drejtësia dhe vota, që janë në fakt janë kolonat e një shteti demokratik, nëse këta e dredhin pas 11 majit, ajo është problem tjetër. Por nëse nuk e dredhin, nuk ka asgjë që t'i bashkojnë. E kuptoj. Në gjithë të parashikim që bëre këtë projekcion të 11 majit, SPAK çfarë roli do të ketë, do të bëjë diçka, do të fusi ndonjë shkop në rrotat të këtyre apo e njëjta panoram do të prodhohet edhe SPAK është për mua faktori kryesor. Pa dashin e SPAK, se SPAK është në punën e tij. Por de facto SPAK është bërë faktori më madhor politik. Sipas pllakave tektonike që lëvizin në SPAK, lëviz dhe Berisha, lëviz dhe Rama. Do në SPAK është bërë si zoti thua ti, nuk bën dot plane se qesh. Po pikërisht, pra sepse aq i madh është zullumi 34 vjeçar këtu, saqë dhe kush ka bër, atje e ka mendjen. Atje i ka syt, atje i ka veshët. Dhe po të vësh re, unë kam përdorur një teknik të këtij lloji, domethënë s'ka nevojë të marr ndonjë informacion apo me burime se çfarë po ndodh e çfarë s'po ndodh për këta të mëdhenj në SPAK, sepse i dalloj. Kur dalin në një konferencë shtypi dhe ata për të hir të së vërtetës, është fakt se edhe SPAK-u s'është 100% i kulluar në kuptimin ka dhe ai vrimat dhe xhepat e tij, se nuk është mirë ta quajmë, ta mbrojmë në atë mënyrë, por thelbi është që SPAK është duke ju futur uruspën. Ka dhe prokuror të dyshim, ka etj. Po si çdo gjë e re është duke u kolauduar. Çështja është që këta kanë informacion shumë të madh. Dhe po i pe të zverdhur, po i pe që dalin për shembull një ditë pa pritur dhe sulmojnë X prokuror ose kështu etj. Ata e dinë, ose del Edi Rama dhe thotë se mos më merrni mua telefonin. Nga nxorë këtë. Ç'pun ka telefonit tënd, se ti je kryeminist.